Nga Pontina, Avnia. Zotre Avni, më thuaj, kush vuan më shumë pas ndarjes, gratë apo burrat? Qëre, kur e gjon partnerin, duhet me ra një gjuhë përbashkët. Po, Gjuha e përbashkët i vlen tëna. po. Shkaktari kur se gjon gjuhën, si moshti, si femna, duhet me kon me gjetë një gjuhë dhe me kon të dy të njëjtë. Se Zoti na ka kriju krijesat e nuk duhet më ndo për çdo fjalë e për çdo aspekt. Po. Dhe Ata kush që vuan më dohen. shumë? Kush Për e përri më Zotin, shumë? ma shumë vujnë moshkujt se femnat. Mashkull Ai se moshkull femra. që e tradhtor, që e tradhton një femën, ai nuk ka moshkull. Edhe ajo femën që e tradhton partnerin ose partnerin, ai për mendje teme nuk është njeriu. Sigurisht. Unë kam qenë i martun, po më ka vdek gruaja. Po. Unë jam të hjek. Do me thonë, s'më në gjonë njerin qysh e ke pas për para, qysh ta ka shkru Perëndia, Allah e Zoti, ati i këfën falë. Po. Partnerin qysh e ke pas, nuk më në gjonë. Po, bëva ki që e gjonë. Po të rallë ka. Edhe për mendimin tim, kur mos nifra që vdek femën për para vetëm moshli. Pse, kur the... Se femna është me që ndrushme. Po, kur the që Është po ma heku, burnore. po heku, kur the, në çfarë mënyre the më thuaj? Në mënyrën, çdo në mënyrat hek. Po, Në mënyrën e hek, se në pleçni ma fort të vynë gruja. Të vynë ta qetë kafen. Çdo fëmia jote kur të martohet i ka problemet me fëmijët vetëm me gruat vetë. Nuk mundet me ty me angazhu. Ti moshli nuk është do me thonë i qelën, sikur kur e ka na fakën. Po. Se femna pështetet ma kallaj. Moshli s'ka kur fardere kon. Mos pravoza. Po. Unë kom thonë me të plot dëshiren, ma që më kisha pas me vdekun e më me shoqe. Unë 25 vjet, edhe 3 vjet kam shku 28 vjet, kur njëri tjetri se kemi kthy llafin e kemi pas një gjuhë përbashkë. Ma mirë se me pas gjuhën e përbashkë. Edhe mi ndo tëna problemet bashkë nuk ka. Që kjo jetë, se jeta shkën shumë shpejt. sigurisht. Zotre Avni, falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj, Përshëndet. pyetje shumë të mira, e veç vazhdoni, jeni shumë gazetare të mira, jeni të Faleminderit shumë. qeta, e keni bisedën e mirë, veç ju uroj sukses, Shumë faleminderit. eli si ty, si Agnesës, për Shumë Zotin jeni faleminderit. shumë të rëndësishme, E vlerësoj shumë. Mirë. shumë, është datore.